Landi çfarë projekte shketa se Po tash un kam me fjalë. Te me kostumet kombëtare më pëlqej shumë, por më pëlqen shumë edhe bardhëzia më Landi, nuk e di edhe mua. Un ka fotografi që i bëj me ngjyrë se tash aparati i bë fotografinë me ngjyrë. Po. Dhe e kthej vetë bardhëzi. I kthej se tash është kollaj tash me kompjuter. Po, i kthen. Tash është më emocionuese, më shpresë. Ka të ngjyrën e ndërmjet. Ngjyra, kështu si të shohim, tak kështu del edhe me ngjyra. Me sytë. Është më art bardhëzia. Është më art. Përdoret edhe po ta shohësh përdoret shumë në për ekspozita, në për muzeume, në për gjithë bardhëzi. Që ka fotograf nga ato që janë të sërës me fjalë që punojnë vetëm bardhëzi. Bile sa dhe një peisazh që ka nevojë për ngjyrën, edhe ata, siç është Ansel Adams për shembull, ka qenë në Amerikë, vetëm bardhëzi, vetëm bardhëzi. Edhe është gjithmonë është më goditse, më goditse, se ngjyrat e ka këtë forcën bardhëzia. Ngjyra të tërheq ngjyra, edhe kështu, edhe gjithmonë anon ke. Po edhe unë bet kurse aty e ke ato drejthijet dalin mon pa aty. Kontrastet dalin mon pa ke ashtu, kurse ngjyrat të udhtojnë. Edhe është ke çikën të mbrëmshme, po i ke edhe çikë edhe nga Kino Studio. Se Kino Studio mbaj mendur në rrethi, të gjithë patrisha me Ilia Terpinin, të gjithë. Aty ishin to, ke drejtia ishin ato. Pa, gjithë aty luajnë. Edhe kanë qenë ka pas operatorë dhe fotografë mirë, shumë të mirë. Kishin mbaruar shkollat? Kishin mbaruar shkollat Çekë në Hungari. Sa im kokona kishin marrë në Çeki. Kështu që ne fituam shumë nga ata. Edhe kanë qenë me gjithmonë një brez shumë mirë, brez i art, tamam. Edhe si njerëz. Edhe më vjen keq Landi që në kulturën tonë shqiptarët, prandaj dhe nuk kemi histori, sepse nuk respektojmë paraardhësit tanë. Dhe sot ne jetojmë një histori të rrem. Edhe jo vetëm për artin, për fotografinë, por edhe për artin, edhe për politikën, edhe për gjithë. Ajo që thatë ju domthon ka pas një histori, ka pas një lëvizje, ka pas një ka pas sa djem, ka pas hecin përpara vin këta, vin këta hajde të formojmë kooperativën edhe tamam, nuk pyesin më. Unë për vete e shoh tash që në këtë fazë të jetës që jam unë për shembull, po punoj më tepër me arkivin se sa po fotografoj, sepse më kërkohet arkivi, kërkohet shumë. Dhe tash edhe këta të huhet me fjalë, se tash unë mund të flas edhe shumë për fotografinë. Por ajo që kërkojnë, sepse po të hidhen për shembull ke Marup kanë të gjithë vendet e të tjera. Edhe këto ngjarje të pan, të ngjarjet 90, 91 të tjera. Ata kërkojnë shumë për shembull si ka qenë jeta në socializëm. Po. Bunkeret. Unë kur shkoja fotografoja në muzeum. Ka arkiv më. Po ka arkiv, po domethënë ajo që është dhënë si jetë lulëzimi, a ka fotografi ku ti të kap drama? Jo, sepse unë jam vetë fotografi e se periudhe dhe nuk e perceptonim ne, unë për shembull, nuk më thoshte njëri që duhet fotografi, por nuk e perceptoja dot për shembull që të shkoja ke varfëria. Unë fotografoja. Kishe fryk apo nuk e perceptoj? Jo, nuk e kisha në atje, vetëm kur erdhën kur hap Shqipëria 90-91 që erdhën këto fotografët e Reuters që filluan të fotografonin, nuk e kishim neve që duhet fotografuar kjo pjesë. Ne fotografonim, unë ashtu e kisha revistën, bujqësinë, industrinë, shkollat, njerëzit e lumtur, manifestimet. Kto kisha unë, nuk kisha në vetvete kështu edhe të paparishëm, që të shkoja të fotografoja një fshatar të varfër. Dilte her pas here, edhe në arkiv ka për shembull si ishin fshatrat ose diçka një varfëri dilte, por jo që t'i gjumoja si që gjumon ta fotografoj.